Le të flasim me gjuhën toksore, jo shpirtërore. Sokrati dhe filozofët më të mëdhenj, ateist. E dini për çfarë ka vdekur? Ka vdekur për një gjë. Sepse ai thoshte e para punës njërë, ai shkruhet për ata aforizmën duke thënë që unë jam më i ditur i njerëzve sepse nuk di asgjë. Dhe po të shikoni përputhet me shkrimin e shenjtë. Kush mendon se di diçka nuk di asgjë. Dhe ai këtë gjë kuptoi. Pra imagjinoni, si thuash, niveli më i lartë i Sokratit që ka arritur është niveli më i ulët i Biblës. Pra kush mendon se di diçka nuk di asgjë. E mban vetëm më madhe, e kuptoi këtë gjë. Lavdi Zotit. Prandaj është filozofi më i ndritur, se nuk di asgjë, kuptoi që ne nuk dim asgjë. Ky është mesazhi për gjithë njerëzimin, ai nuk e thot vetëm për veten. Po thot unë jam më i ndritur se unë e di këtë gjë, thot. Kurse të tjerë nuk e din, të tjerë kujtojnë se janë mendje hapur, i din të gjitha. Po fakt nuk din asgjë, po ata nuk e din që s'din asgjë. Pra e kuptoni, pra Sokrati hynte realistët. Është i vërtet, ai ka një formë arkaike të trajtimit të filozofisë së tij, por është therrës në atë të vërtetën e tij. Sepse e kupton që s'din asgjë njerëzit. Kot, orvaten kot. Dhe pasi hodhi këtë hap në filozofinë e tij, ai doli në përfundimin që ne jo vetëm që s'dim asgjë, por ne jemi të dëmshëm për shoqërinë, thoshte ai. Dhe kur e pyetëm pse, ai tha shumica, rruga e gjerë, po e lidhim me Biblën, shumica e njerëzve që kujtojnë se din janë kaq të paditur, thoshte ai, sa nuk duhet të votojnë për të zgjedhur pushtetarët. Se çfarë ndodh, thoshte ai, kur shumica voton dhe shumica janë komplet në errësirë, nuk din asgjë, rruga e gjerë, ata do zgjedhin këta të ngjashmit e tyre që i gudulisin veshët. Pra do zgjedhin politikanë të tillë, të cilët nuk kanë se si të na qeverisin mirë, thotë ai. Sepse vin nga shumica që është komplet në errësirë. Kurse pakica, sipas tij, që të paktën e dinte që nuk din asgjë dhe përpiqen, këta të paktën do kenë kërkesa, thoshte ai, dhe kur zgjedhin pushtetar, do sigurohen mirë. Dhe çfarë ndodh pushtetarët e kohës? Kuptohet që nuk ishin dakord me këtë dhe u ndjen të kërcënuar, sepse Sokrati ishte shumë popullor për atë kohë, dhe thirrën në gjyq. Dhe i thanë, po çfarë sugjeron ti, i tha. I thanë që të zgjidhet tonë gjyq. Dhe tha, okay, shumica tha, që është komplet e humbur, kujton se din po s'din fare. Nuk duhet të votojnë, po kush votojnë tani? Të paktën njerëzit që përpiqen ai, sipas tij ishin filozofët. Pak përpiqen. Janë më realistë, pak e pranojnë që nuk din. Kurse të tjerë thonë unë i di të gjitha, mendje hapur. Dhe pushtetarët e kohës i thanë, okay, ti ose do më hosh të gjë, ose të pret vdekja. Dhe i tha, okay, unë më mirë preferoj të vdes, se sa të qeverisem nga kjo ignorancë, padituri dhe marzika që madhe. Dhe në fund piu helmin dhe vdiq për vdiq. Pra ku po flasim dhe për filozofi. Pra s'po e prekin të vërteta shpirtërore që shkrimi i shenjtë, ja ku e kemi dhe rastin e Sokratit. Kështu që po e shtoj edhe një herë pyetjen. Është më mirë të jesh mendje hapur apo mendje ngushtë? Thë ndryshe, është më mirë sasia apo cilësia? Është më mirë shumë e përlum apo pak dhe sakt? Është më mirë, si thuash, fjalët e shumta apo e vërteta që mund të jetë edhe një fjalë? Ja më thoni ju. Dhe që ta mbyllim, vetë Zoti jon Jezu Krisht, kur e pyetën në një moment tjetër, i tha njerëzve, nëse doni të vini pas meje, rruga e vërteta dhe jeta dhe rruga e ngushtë, duhet të mohoni veten tuaj. Pra hapi parë që të futesh në kjo rrugë e ngushtë
që të çon jetë, dhe është rruga e jetës, njeriu duhet të mohojë veten e tij. Pra të mohojë veten e tij në këtë botë, që kujton se di diçka, po nuk di asgjë. Të ndryshe, që shkosh e rruga e ngushtë, duhet të dalësh në rruga e gjerë. Mendje gjerësia. Unë i di të gjitha. Sokrati thotë ti nuk di asgjë. As edhe një gjë. Po kur thua unë i di, je më keq, sepse nuk e përditur asnjëherë që s'di asgjë. Prandaj donte që këta njerëz mos votonin. Dhe kuptohet është radikale, është ekstreme, por aq i pikëlluar ishte Sokrati me këtë të vërtet therse. Unë hyta edhe njerëz që besoj që Zoti ja ka zbuluar. Njeriu më të ditur të kohës përdën këtë mesazh që i gjejmë në Shkrimin e Shenjtë. Pra të shkosh pas Zotit është të shkosh pas Krishtit, rrugës vërtetës së jetës. Rruga e ngushtë dhe e mundimshme që kërkon s'pari të mohosh veten. Dhe së dyti, thot Jezusi, kërkon të mbash kryqin tënd me vete. Që do thot ta përulesh veten tënde, egoizmin tënd. Pra, egoja është shumatore e kësaj errësire. Është rezultati i kësaj mendje gjerësie. Që në fakt miq, më lejoni ta them, nuk është mendje gjerësi, është mendje madhësi. Kjo është e vërteta. Me mendje madhësi njeriu është i humbur. Jeton vetëm në gjendjen e tij egoiste. Është thjesht mish që i funksionojnë organet, po shpirti i tij është i vdekur. Kjo është gjendja egoiste. Këtë thonë dhe psikologët, nuk e thotë në Shkrimin e Shenjtë se edhe psikologët si Sokrati zbulojnë 100 vjet në një grimc të Biblës. Kurse Bibla është ai zjarri i jetës, si zjarri që u shfaq Mojsiut, profetit e shkurje, për ata që e dinë. Pra fjala e Perëndis të na tregon, mendje gjerësi është mendje madhësi. Dhe Shkrimi i Shenjtë thotë që Zoti kundërvihet krenarëve. Dhe përpara çdo shkatrimi, thotë Shkrimi i Shenjtë, përpara çdo shkatrimi të njeriu, vjen kryelartësia dhe fryma krenare. Pra ky është ligji shpirtëror hyjnor. Pra nuk është se shkatron Zoti, njeriu vetë shkatron veten në kryelartësi, në mendje madhësi, në krenari dhe në egoizëm. Dhe duke parë dhe historinë me gjithë luftra e konfliktet gjitha që vazhdojnë të ndodhin, të gjitha kanë vetëm këtë burim. Mendje gjerësinë ose të ndryshe kryelartësinë, egoizmin. Mendje madhësia është armiku dhe shkatrimi i njeriu. Dhe vetëm shkatron veten, po kur ky njeri është aktiv, dhe do dhe të pushtojë gjithë botën me idetë e tija, me forcën e tij, me pushtetin e tij, ai shkatron edhe të tjerët, ku është problemi? Prandaj Jezusi, Krishti Jezus e mbyll këtë ligjërat që unë po citoj, ku pasi thot, kush do të më ndjek mua, rrugën të vërtetën dhe jetën, duhet të mohoj veten në këtë botë, pra të ikë nga shumica, nga rruga e gjerë, që është shkatrim, dhe të mbaj kryqin, të mësoj për ulësin. Mos jetojnë iluzionin e egoizmit, që di diçka edhe është në rregull me këtë shumicë. Po të përulet, ta humbasi veten, mundësisht dhe të shërbej tjerëve. Ta humbi veten për të shërbyer tjerëve. Sepse, thot Krishti, edhe këtu e mbyll, ç'kuptim ka për njeriu të fitoj gjithë botën dhe të humbasi jetën e tij. Diku tjetër thotë, ç'kuptim ka për njeriu të fitoj gjithë botën dhe të humbasi shpirtin e tij. E kuptuam dashurish, jeta e njeriu është shpirti i njeriu. Nuk ka jetë shpirtërore duke qenë mendje hapur. Sepse do të futet aty brenda dreqe shejtan, kur i thot popullit. Jo. Gjërat duhet i zgjedhësh. Si zgjedh ushqimet, ashtu zgjedhësh dhe informacionin, edhe mënyrën tënde të jetesës.
Dhe ose do kesh një jetë shpirtërore ose materialiste. Thënë ndryshe. Nuk i bën dot të dyja. Kështu që nëse do të hysh tek rruga e ngushtë që të shon jetë, për këtë botë duhet të jesh mendje mbyllur. Mendje ngushtë, më saktë. Sepse është rruga e cilësisë, është rruga e rritjes shpirtërore, rruga në cilën rrallë shkohet, por kur hyn në këtë rrugë, jeta merr kuptim, e kupton pse jeton dhe di çfarë të pret më vonë. Por të jetë bekim ky informacion, kjo njohuri, shkrimit shenjtë, dhe të jetë bekim si për ju edhe për njerëzit e afërt, dhe t'ju japi më shumë arsye për të kërkuar Zotin sa nuk është vonë. Sepse jetojmë në kohë të vështira dhe asnjëherë nuk i dihet. Zoti t'ju bekojë.